Tani është koha për pjesën e debatit social, ku shpeshherë diskutojmë tema nga më të ndryshmet edhe ato aktuale. Tashmë e dim që ka filluar një sezon kështu i alergjive, sidomos atyre në polen. Do të flasim se cilat janë shkaktarët e alergjisë, si të trajtohemi, si të mbrohemi nga to. Për të diskutuar për këtë temë kam të ftuar 4 panelistë bashkë me mua në studio, Dugaxhin Zogaj, alergolog. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Bahri Sopa, nutricionist, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Arbrore Ulaj, psikiatre për fëmijë, mirë se erdhët. Si dhe Bledjan Rushiti, veterinar, mirë se erdhët Bledjan. Mirë se erdhët. Si jeni me disponim këto ditë, Dok, po besoj që kjo sezona e poleneve do është edhe punë më shumë për juve. Është vërtet, do të thotë një stinë, siç është pranvera, të cilën shumica e njerëzve presin me padurim, por disa prej tyre shndrohet në një makt të vërtet për shkak të simptomeve që i kanë si rrjedhoje e alergjisë në polen. Kështu që dikush e pret me qef, dikush me padurim, dikush e pret me ndoshta pak vështirësi, por pranvera është e tillë për disa prej tyre. Mund ta bëjmë kështu një definicion, çfarë janë alergjitë apo shfaqen çdo ditë më shumë kështu në shoqërinë tonë moderne? Në përgjithësisht do thotë alergologjia është një lami e re në kuadër të shkencave mjekësore dhe sipas statistikave botnore, sepse te ne nuk ekzistojnë të tilla, sëmundjet alergjike janë në rritje e sipër. Kjo ndikon për shumë arsye. Do thotë përgjithësisht unë ndonjëherë bëj shaka kur jam në vizitë tek studio televizive, sepse po na konsideroni si mjek të polenit, faktikisht alergologjia është pak më tepër se kaq. Do thotë, po sëmundjet alergjike lajmërohen më tepër, është një ngritje shumë e madhe duke filluar prej sëmundjeve alergjike inhalatore, ku hyn edhe poleni, po pluri, epiteli i kafshëve shtëpiake e tjera. Pastaj kemi alergjitë ushqimore që me degradimin thojza të ushqimit për shkak të pesticideve, për shkak të hormoneve, për shkak të substancave të ndryshme kimike që përdoren në trajtimin e tyre, është një ngritje e sipër. Pastaj kemi sëmundje të shpeshta të kontakt dermatitit për shkak të kontaktit me metale të ndryshme që jeta bashkëkohore i ofron mundësit më tepër. Pra, siç po shihni është një diverzitet shumë i madh, një lëramani shumë e madhe e sëmundjeve të ndryshme të cilat shfaqin alergji. Sidoqoftë ne do të fokusohemi sot për të poleni, pasi që kemi sezonën, po duheni me ditë që nuk kemi mjek të polenit. Për shkak që i cekët me disa prej alergjive tjera, kështu që mund të ndërlidhemi secili nga pak, e kemi edhe veterinarin, kështu që mund të flasë të shta më shumë edhe për alergjit e kafshëve. Ka ndodhë deri tash ndoshta ndonjë koleg i joti që merret pikërisht me këtë punë të ketë alergji në ndonjë kafshë? Te koleg jo, po te klientët që marrin qenë dhe moce, ka ndodhë edhe, si që tha dhe doktori, është në rritje sipër. Po tash nona pak edhe te alergjia, mos e veç është domethënë temë diskutimi. Alergjia është një fenomen rritje, si që tha parafolsi, është një reagim i tepruar i organizmit ndaj alergjenve, ku sistemi imunitar zakonisht ato gjësende që i kemi përreth i konsideran si kërcënim dhe reagon në mënyrë të tepruar, duke sulmu një farforme vetveten e vet. Edhe kafshët nuk janë të privune prej alergjenve. Edhe kafshët kanë alergji. Alergjitë te kafshët janë të ndryshme, për shembull. Mund të vijnë prej ushqimit. Alergji, për shembull, tek qentë kryesisht kemi alergji, prej mishit të viçit apo mishit të pulës. Dhe për këtë arsye, për shembull, shkenca moderne e nutricionit të kafshëve ka vendosur në treg ushqime të cilat janë hipoalergjike. Pra janë ushqime të gatshme të cilat i konsumojnë kryesisht qentë dhe macet të cilat kanë alergji në ushqim. Gjithashtu edhe kafshët mund të binë në kontakt me plurin, me polenin apo me mykun. Mi për të poleni, kafshët më pak kanë alergji ndaj polenit, po kryesisht kanë ndaj mykut dhe ndaj plurit, kontakt me mjedisin. Pastaj kemi me ambientin, me detergjentët dhe me shamponet të cilat i përdorim. Ka shampon të cilit ne i përdorim të kafsha, por shkakton alergji, shkakton dermatit tek disa lloje të qenve. Dhe është interesant në mjekësinë veterinare se dallojnë edhe racat.
racat e qenëve dhe të maceve. Për shembull, disa raca janë më të predispozuar për me pas alergji në X alergjeni dhe disa janë më pak të predispozuar. Për shembull, ndaj barishtave dhe ndaj detergjentëve, racat labrador edhe ndaj pluhurit, racat labrador, bulldog dhe boxer janë më të predispozuar me shfaqje alergji. Ndërsa racat e tjera janë më të predispozuar më pak. Gjithashtu, alergji kash mund të bëhen edhe nga pickimi i insekteve, kryesisht nga bletët dhe nga ngrezhat. Disa herë mundet me qu edhe në një reakcion shumë të randë që njihet në mjekësi, që është shoku anafilaktik, i cili është një emergjencë mjekësore dhe duhet një ndërhyrje shumë e shpejtë që të bëhet e kafsha. Ka shumë këto janë alergji që mundet me i përmend, po të kafsha. Vazhdojmë pak edhe me zotrin Baroj, për ndalemi tek ushqimet. Sa shpesh hasni ndoshta në klient që kanë alergji në ushqimet bazë themi që i konsumojmë çdo ditë? Si mund të ushqehen ata, me çfarë t'i zëvendësojnë ato ushqime zakonisht? Përqendrimi jonë është më shumë se cilat ushqime do t'i japim në ato momente ku është ngjeshmëria ose reaksioni i tepërt të sistemit imunitar. Zakonisht ne bazohemi në 3 shtylla, për arsye se e kemi një lëvizshmëri ose një reakcion tepër të sistemit imunitar, ne bazohemi në 3 shtylla në aktivitetin fizik, kur gjatë aktivitetit fizik, i cili ofrohet që është inovativ, mrihet një qarkullim shumë i shpejtë i organizmit edhe eliminimi i këtyre alergjenëve potencial. Pastaj pjesa e ushqimit hinë në kuadër të ushqimeve anti-inflamatore ose ushqimeve të cilat përmbajnë disa substanca të cilat ndikojnë në uljen e reaksioneve alergjike. Për shembull, po i përmendit disa, siç është prania të ushqimet yndyrore të omegës 3 me omegën 6. Omega 6 dihet që është një acid yndyror inflamator. Në kuadër të ushqimeve të cilat përmbajnë omega 3, mund të përmendni për shembull farat e lirit, peshqit, ujrave të ftohta siç është salmoni, merluci kështu me radhë. Pastaj arrore të ndryshme, në këtë mënyrë domethënë mundësohet që omega 3 të jetë një acid yndyror shumë pak inflamator në krahasim me omega 6. Pastaj janë edhe disa substanca tjera të cilat gjendet në ushqime, siç është quercetina, e cilat gjendet në peshqi, në molla, në boronica, në mjedra, në brokoli kështu me radhë. Domethënë janë substanca të cilat gjenden në ushqime të cilat kanë efekt qetësues edhe në efektet e histaminës edhe në proceset inflamatore. Kështu që janë një lloj-llojshmëri e ushqimeve e cila ndikon në uljen ose pozitivisht në reaksionet alergjike dhe të alergjive. Sinja Aurora, për shkak që keni më shumë punë me fëmijët, si mund të ndikojë një alergji ndoshta edhe në shëndetin mendor në përgjithësi, si mund të ndikojë në disponimin e tyre një alergji? Mund të ndikojë, nuk është që kemi shumë raste ndoshta që na vinë me fëmijë që kanë alergji dhe kërkojnë ndihmë ka aspekti psikologjik, psikiatrik, por kemi fëmijë domethënë të cilët vinë edhe ndër të tjerat domethënë kanë edhe problemin e alergjisë, mund të ndikojë edhe në aspektin emocional, psiqik, domethënë mund të ndikojë në problemet me disponim, një ulje të disponimit, një irritim, një nervoz, për arsye se pas problemeve fizike që i përmendën në folësit paraprak, domethënë ka edhe këto shqetësimet. Mund fëmijët të jenë më të irrituar, më nervoz, reagojnë më shpejt për arsye të këtyre problemeve që përmendën më herët. Dok, cilat janë ndoshta ato testet që mund të bëhen për me analizu nëse ka dikush alergji apo jo, po ndajnë më shumë tek fëmijët. Po para se me fillu për testet, i kisha thonë, pasi që veç e kemi fjallën për alergjin sezonalit polenit, atëherë kisha thonë edhe disa fjallën në lidhje me simptomatologjin. Pikës pari, smundjet alergjike në gjithmonë gjenetike. Në mjekësi këta pacienti shënojmë si pacient atopik. Fjale atopi është një predispozit gjenetike për me shfaqe, për me paraqit sëmundje të ndryshme, cilat janë gjenetike. Simptomet shumë shpesh të rinitit alergjik apo të alergjisë në polene janë identike sikur të ftofjes, sikur të një gripi, edhe shpesh herë pacientët i përzin ato. Pra, simptomet kryesor janë të shtima, blokim hundve, kruarje hundve, rjedhje hundve, sytë skuqen, kruhen, lotojnë, ajen, edhe jo në Kosovë, po dhe në vendin më të zhvilluara se Kosova, shumica e mjekve që nuk janë alergolog,
me njerë mendimin e pare kanë të një ftofje e thjesht apo një ftofje e zakonshme. Më lejoni të përmend edhe faktin që Shoqata Evropiane e Alergologjisë dhe Imunologjisë shumë vite më herët e ka bërë një studim në tërë shtetet e Bashkisë Evropiane që e ka pas emrin ARIA, shkurtesa ARIA, Allergic Rhinitis and Impact on Asthma, pra riniti alergjik dhe impakti i saj në astëm. Dhe sipas këtij punimi është dokumentuar, është verifikuar që një përqindje shumë e madhe deri në 30% të atyre të cilët kanë rinit alergjik do të pësojnë edhe me probleme me frymarrje. Rrugët e frymarrjes janë një tubi pandashëm. Pra, kur pjesa sipërme është e ndihshme, gjithsesi edhe pjesa poshtme do të jetë e ndihshme. Prandaj duhet bërë pikë së atë pyetje që bët ju, diagnostikimi. Më lejoni të them që standardi i artë për përcaktimin e alergjive është testi kutan apo prik testi lëkuror, ku kemi vendosjen e disa alergjene në sipërfaqen e lëkurës së parakrahut dhe shpimin e tyre të lehtë, presim 20 deri në 30 minuta dhe shohim reagimin. Por përveç këtij, standardit të artë për përcaktimin e alergjive, kemi edhe përcaktimin e alergjive nëpërmjet serumit, që quhet IgE specifike, që faktikisht është një metodë komplementare, një metodë shtesë për rastet kur nuk mund të aplikojmë prik testin, pra të fëmijët më të vegjël se mosha 3 vjeçare, të njerëzit shumë të vjetër ku mendojmë që lëkura tyre nuk do të reagon si duhet në testin prik, apo ndonjëherë edhe të ata pacientë të cilët janë duke përdorur terapi antialergjike dhe testi prik nuk kishte me pas sukses. Nëse më lejohet një 2 minuta, kisha pas dëshirë, masi që jemi në sezon të polenit, kisha pas dëshirë që të them se mjekimi i një riniti alergjik është multidimensional, shumë dimensional, për faktin që duhet të merremi me disa drejtime për të arritur një qëllim ton madhor. Siç nëse shprehem në mënyrë figurative, mjekimi i një riniti alergjik apo një alergjie në polen është sikur një puzzle. Domethënë, duhet të vendosin copsat e ndryshme për të arritur të një figurë. Pikë së pari, na insistojmë gjithmonë që të flasim me prindët, kur i kanë fëmijët pacient, apo me të rriturit, në lidhje me natyrën e smundjes, që tham pak më herët është gjenetike, pra trashëguese. Pastaj janë masat preventive, që gjatë sezonit të polenit, pacientët duhet të kenë kujdes, kur është temperatura lartë mos me dalë jashtë, rrobat me i terë mrena jo jashtë, dritarën e dhomës ku flajnë me majtë mbyllur të ditën, vetëm herët mëngjes ose në mramje vën me hapër ajrosje, dhe çdo mramje, kur të kthehen në shtëpi, kur përfundojnë aktivitetet ditore, pacientët duhet me i largu rrobat që i kanë pas vesh, gjatë ditës me botush e me vesh rrobat pastërt, ajo për higjien, po për me i shpërla polenet që janë kap në fytyrë dhe në flokë të tyre. Pastaj, nën 3 e kemi terapin, që në mjekësi shënohet si terapi simptomatike, pra ne do të japim terapi aq sa ka nevojë një pacient, sepse simptomet mund me qenë shumë thjeshta, vetëm me probleme me hund, me sy, me kolitje dhe me astëm, prandaj edhe terapia jonë konsiston në dhënien e terapisë proporcionale me simptomat që i ka pacienti, dhe e katërta, jo më rëndësishmja, është imunoterapia specifike. Ja këtu e kam domethënë një fletushk që e kemi të gatshme për pacientët, pra kjo përmban disa informacione në lidhje me atë kush dhe pse duhet me i marrë disa vakcina, apo imunoterapi specifike shënohet në mjekësi. Për ata që kanë alergjin polen, imunoterapia specifike quhet edhe imunoterapi specifike parasezonale. Pra, pacientët marrin vakcinë gjatë dimrit deri në hyrje të pramerës për të ngritur nivelin e sistemit imunitar që të jetë i mbrojtur dhe mos të ketë problem në të ardhmen me astëm. Pra, këto janë ato 4 fushat kryesore, 4 copzat e puzzle-it, po dëris nështë asë vjen radha më me folë, e kësha shfryzu rastin të them edhe një diçka tjetër, është edhe një fletush tjetër që po shkruan alergjia krytëzuar, anglisht i bjen cross reactivity. Kjo nuk kupton që kush ka alergjin polen, mundet deri në përqindje 30% pacientët të kenë edhe alergji në ushqime. Pra, këtu kemi bërë një fletush enkas për pacientët tanë,
ku është e përcaktuar se varësisht në cilat polene pacienti ka alergji, mundet me pas alergji edhe në këto ushqime dhe kjo shënohet si sindroma e alergjisë orale. Do thotë mund të ketë alergji të kryqëzuar. Për shkak të alergjisë polene, jo direkt alergji ushqimore, se kemi edhe alergji ushqimore direkte, po kjo është për shkak të alergjisë në polene, mund të ketë edhe alergji në disa ushqime të caktuara. Dok, për shkak që po besoj që çdo ditë ke kontakt me njerëz të ndryshëm, me alergji të ndryshme, mundesh me nda me ne ndonjë ndër rastet më specifike apo që kanë qenë më vështirë të menaxhueshme apo të trajtueshme? Raste kemi të ndryshme, raste menaxhueshme lehtë, mesatarisht rana, por përgjithsisht rastet janë të menaxhueshme përveç rasteve ekstreme kur kemi ndonjë pickim nga insektet ose reagim nga medikamentet ose edhe nga ushqimet që mund të çojmë, siç e përmendi edhe parafolsi pak më herët, deri në shok anafilaktik, i cili nëse nuk trajtohet si duhet ose me kohë, mund të çon edhe deri në vdekje të pacientit. Por masi jemi të folur për polenet, unë kam disa raste ekstreme, jo të rrezikshme, por raste ekstreme, sepse ne gjithë kur flasim për polenet thojmë është një alergji sezonale. Po duhet me pas parasysh që kemi sezonin madhor, që është kjo pranvera, po gjithashtu e kemi sezonin e hershëm të poleneve që janë drujt e gjatë, që fillojnë prej shkurtit, për shembull lejthia, druri lejthisë e shumë polene prej shkurtit, dhe kemi në shtator-tetor paraqitjen e poleneve të shkureve apo të kaçubeve. Dhe këto raste ekstreme janë kur bjen një pacient edhe del alergjit në të gjitha polenet e të gjitha sezoneve. Domethënë, për ata prej shkurtit e deri në tetor vazhdojnë problemet e njëjta, normalisht jo me intensitet të njëjtë, ndonjëherë më pak, ndonjëherë pak më shumë, se përndryshe ashtu ju kish bëu jeta pa mundur pacientëve. Po vazhdojmë, po flasim edhe njëherë për alergjit në kafshë. E ceke që kolegë tu nuk e rastis që kanë pas ndoshta alergji në ndonjë kafshë, po klient të ndryshëm që ndoshta kanë sjell kafshët e tyre. Se ka qenë ndoshta këshilla jote si veterinari kafshëve të tyre në ato momente apo? Kur kafsha ka ardhur me reakcione alergjike apo kur kanë shfaq njerëzit alergji? Tek njerëzit kur është shfaqur, po ndoshta dikush që ka shumë dashuri ndaj kafshëve. Shiqa, kur shfaqet normal të njerëz, na rekomandojna me shku normal të alergologu edhe me konsultu me të. Mi po që ka mundu me dhonë na si këshill, është që në mjekësinë veterinare edhe në këtë trendin në rritje, fatmirësisht për mu, me që se unë i du kafshë, që njerëzit kanë fillu dhe me thonë me mbajt kafshë qërimit, kryesisht qenë dhe moce, na i rekomandojna kafshë që janë hipoalergjike. Me termin hipoalergjike nënkuptohet kur kafshët reagojnë ma pak ndaj alergjenve, mi po kafshë 100% jo alergjike nuk ka. Po nënkupton që ato kafshë do me thonë kanë më pak qime, gëzofi tyre do me thonë është i shkurt, lëshojnë më pak qime, pështyma tyre do me thonë është më pak ka tendencë për me kriju alergji dhe që është më rëndësishme kanë më pak zbëkt. Nuk lirojnë zbëkt. Tash i dojna, këtu dojnë me raca. Tash tek qend, për shembull i rekomandojna disa raca që kanë shumë pak alergji njerëz, ose njerëzit shumë pak reagojnë ndaj atyne qimeve tyre dhe pështymeve të tyre. Për shembull raca pudël, një që ka qime të shkurtë dhe liron shumë pak qime. Do me thonë, ka shumë pak për dispozit njeri me u bë alergji prej kësaj race. Pastaj kemi racën malteze, kena Bichon Frise, kemi portugiz Water Dog, Schnauzer, janë disa raca që ne i rekomandojmë kur personi është shfaq personat të ndryshëm, vinë klient, të cilët thojnë unë e kam alergji në qenë, dhe ne i rekomandojna këtë rast të qenit, për shkak se qenë të ndryshëm, për shembull Labrador, apo Golden Retriever, apo pastori gjerman, lirojnë shumë qime dhe shumë njerëz po fillojnë me kriju alergji ndaj tyre. Gjithashtu ka dhe mace, të cilat krijojnë më pak reakcione alergjike në njerëz. Edhe këto ka raca të cilat ne i rekomandojna si veterinar. Për shembull është Sfinksi, është një racë e macave që daton prej Egjiptit lashtë. Ajo është komplekt, domethënë pa qime në trup. Edhe pse ka nevojë për me u trajtu kohë pas kohe
me ato shamponët e veçantë, për shkak se me qenë se i mungojnë qimet e ka një yndyrë më të teprunën për me mbrojt shtresën e lkurës, edhe ajo den ka njëherë me kriju alergji. Pastaj është Cornish Rex, një lloj macës tjetër, është Russian Blue, është raca Bengal. Zakonisht qëto llojet macëve dhe qenve i preferojnë, që njeri prapë me pas atë pasionin e vetë që e ka për qenë dhe për mace, mos me i largu krejt, por me ndryshu racën me qenë se e kemë si mundësi, si opsion. Paka shumë që të i rekomandojnë në. E zakonisht po janë efektive kështu. Deri tash kanë qenë efektive, kanë qenë kënaqur klientët. Përgjithësi po. Mirë, zot Ribari, cilat janë alergjitë më të shpeshta ushqimore që ndoshta klientët tuaj përballen? Po, alergjitë më të shpeshta, ne zakonisht profesionistët, sikur doktori, mirën me çështjet akute dhe paraqitjet, ne japin një informatë përgjithshme, mirë po edhe më shumë parandaluese, edhe në kontroll të këtyre probleme. Mirë po do të kisha përmend efektet sinergjike pozitive, ose sikur që i tha edhe parafolsi doktori, me krahasim në efekteve sinergjike negative, ne do t'i përmendë pjesët pozitive të ushqimeve. Për shembull, një kombinim i ushqimeve të cilat përmbajnë vitamin C me vitamin E, rritet efekti i anti-alergjik, antioksidues, anti-inflamator i nëpërmes të ushqimeve. Kombinim i këtyre të cilat përmbajnë fruta të ndryshme, perimet e ndryshme. Pastaj, kombinimi i ushqimeve të cilat përmbajnë selen, ose një mineral shumë i rëndësishëm, i cili krijon disa proteina që krijohen mundësi shumë më të mëdha anti-inflamatore, domethënë bëhet një kombinim shumë i mirë i ushqimeve, të cilat ushqime synohen ka ushqimet natyrale. Për arsye se ushqimet e përpunuara përbajnë shumë elemente jo të mirë për organizëm, siç është një ushqim i paketuar, për shembull përbën ngjyrë, për konservancë, aditiv, ëmbëlsues, të cilat gjitha janë ngarkesë për organizmin, edhe të cilat janë faktor iniciues të reaksioneve të ndryshme në organizëm edhe të alergjive të ndryshme. Mirë po, tash do të përmendim edhe pjesën më ekstreme. Do të thonë se si do të reagojmë që një person i cili ka një dëshmëri ose një fëmijë i cili ka një dëshmëri alergjike ose një reaksion tepër të sistemit imunitar të tij, si do ta parandalojnë në kalimin në ast bronhiale, e cila etiologjia e dihet që është edhe alergjike, po mundësisht edhe infeksioze. Aja mundësi do të jepet në dhënien e 3 shtyllave. Gjithsesi, por arsye po potencoj se aktiviteti fizik është një të tretën e shtyllës së imunitetit ton, për arsye se organizmi jon forcohet atë sa ka nevojë. Në nivelin e qelizave rriten mitokondriet, rritet numri i kapilarëve, rritet qarkullimi i gjakut, për shembull të disa aktivitete të cilat janë intensive, rritet për 1 minutë 6 herë vije te qarkullimi i gjakut, merrni mend se si eliminohen alergjenë të ndryshëm në organizmin ton. Pastaj pjesa edhe ushqimit, që është një treta e shtyllës, po njëkohësisht edhe një menaxhim i stresit, i cili do të jap informatën se një fëmijë i cili mund të kalojë në një astmë të mëdhenshme të krijojë një ndërtim të strukturave trupore e kryesisht të sistemit të frymarrjes së bronheve me një zhvillim normal edhe të toraksit që ai mos të kalojë në astmë. Kjo mundësi është për arsye se gjatë periudhës tonë na kemi përcjell fëmijë të cilët kanë pas një ndjeshmëri alergjike ose një reagent të tepërt të sistemit imunitar, e të cilët janë zhvilluar pa ndonjë problem, duke i kalu domethënë reaksionet alergjike ose ndjeshmërinë alergjike me një periudhë caktuar, me një mbështetje të nevojshme. Si munden me ndiku krejt këto alergjisë të mos edhe ushqimore, ndoshta tek fëmijët dhe tek shëndeti mendor i tyre, ndoshta nuk munden me pas edhe shumë të qartë. E dim ndoshta ato dëshirat e tyre, qoftë për ushqime, qoftë për gjëra tjera. Për fëmijët më të vegjël duhet të kenë kujdes prindërit, domethënë që të kujdesen si te ushqimit, si te kjo pjesa tjetër, por si mund të ndikojë te fëmijët, sidomos që përmenden me një ndër problemet e alergjisë janë edhe problemet me frymarrje. Tash fëmijët të cilët kanë probleme me frymarrje ose të vazhdueshme ose kanë edhe astmë, atëherë kur e shohin se nuk po mund të marrin frymë shlirshëm ose nuk po mund të ngihen me frymë, ashtu të themi, mund të kenë ankth, domethënë, edhe mund të kalojnë edhe në sulme paniko. Atëherë, domethënë kjo ndodh më shumë te rastet e më të rënda që janë. Po vazhdimisht fëmijët që kanë probleme me alergji kanë këto probleme, domethënë, mund të jenë pa disponim, mund të jenë më të irrituar, mund të kenë probleme ndonjëherë edhe me sjellje, këto janë pak a shumë.
Pra krejt këto ndikojnë për shkak që ndoshta të stresit të tepër që mundën Po, me për shkak pas. të natyrës, se doktori e përmendi me herë se mund të kenë për shembull kruarje të syve, ose vazhdimisht shkuarje të hundëve, ose probleme me frymarrje. Këto i çojnë në këto probleme tjera, domethënë, emocionale. Doka, mund të kurohet plotësisht alergjia apo vetëm të menaxhohet? Ndodh ndonjëherë rast që zhduket alergjia ndër vite? Alergjia nuk zhduket, por siç e thash pak më herët, gjatë sezonës ndërmarrim masa preventive, masa të kujdesit, kemi përdorim të terapisë simptomatike dhe, siç e thash pak më herët, imunoterapia specifike është ajo që faktikisht është mënyra vetme e cila e ndryshon, e ndron dekursin normal apo dekursin fiziologjik të smundjes. Tham pak më herët që studimi i ARIA na ka treguar që kjo smundje ecë në drejtim të rrugëve të poshtme të frymarrjes, respektivisht të astmës, dhe përveç terapisë simptomatike dhe mosave preventive është imunoterapia specifike, po vakcinimi, ai i cili e ndryshon këtë kahje. Pra, nuk lejon që pacientët të kenë problem me astëm. Normalisht, nuk duhet të egzagjerojmë efikasitetin e asnjë lloji terapie, përfshi këtu edhe imunoterapinë specifike. Pacientët të cilët e marrin, duhet marrin 3 sezona apo 5 sezona, edhe pas përfundimit të sezonës së fundit të mjekimit, mund të kenë në sezonat e ardhshme simptome rrugëve të sipërme, teshtima, bllokim mundje, gjithsesi më pak e më pak, por krijohet një mekanizëm mbrojtje në sistemin imunitar, i cili e bllokon ecurin drejt rrugëve të poshtme, drejt astmës. Pra, alergjia është e kontrollueshme, po në një farë forme, nëse flasim për astmën, është edhe mjekueshme. Tregua që shpeshherë shumë pacientë ndoshta që i keni pas e kanë përzit themi alergjin, kanë menduar që kanë ftofje ose diçka tjetër të tillë. Cila është ndoshta ai momenti që duhen me vrej që mundet me pas një reakcion alergjik apo alergji ndaj diçka? Shumë shpesh kur organizojmë konferenca, hiç më larg se sot një javë kemi pas një të tillë, sepse ka qenë dita botërore e astmës, gjithmonë ftojmë në pjesëmarrje mjek alergolog, pulmolog, pediatër dhe ORL, edhe dermatolog. Domethënë, gjithmonë në mjekësi është një diagnozë diferenciale, përveç një diagnoze që e vendosim, ekziston edhe një diagnozë diferenciale që njeriu mundet me pas, derisa të vijmë te diagnoza saktë. Janë disa lami ku ndoshta kemi një konflikt në thojza interesi, ku faktikisht shpesh herë pacientët cilët kanë një bllokim të hundëve ose rrjedhje të hundëve shkojnë te ORL-ja. Ata tjerë që kanë problem me konjunktivit, o probleme okulare me sy, shkojnë te mjeku i syve. Fëmijët cilët ftofen shpesh, si pasojë e alergjisë, shkojnë te pediatri. Të rritunit shkojnë te pulmologu. Disa lloje alergjive shkojnë te dermatologu. Pra siç shpesheni, ka mundësi shumë që pacientët derisa ta marrin vesh që kanë alergji të humbin në thojza rrugën, po që një prej simptomeve kryesore të cilët duhet me pas parasysh edhe pediatri, edhe mjeku i përgjithshëm, po edhe pulmologu, është ftofja e shpeshtë e një pacienti. Nëse një nanë i thot dikujt mjekut ose dikujt tjetër që fëmia im është si zog qure në thojza, që ftofet çdo 2-3 javë, çdo një muaj, atëherë automatikisht na duhet me pretendu që pacienti mundet me pas alergji. Normalisht që testi është ai i cili përcakton ka apo s'ka, po është një metodë shumë e thjeshtë, siç as pak më herët, prik testi që për 30 minuta rezulton pozitiv apo negativ dhe e hekun me rakun të një pacient apo të një nënë brengosur. Pra, ftofjet e shpeshta gjithmonë aludojnë në një alergji inhalatore apo një alergji të rrugëve të frymarrjes. Në fatmirësisht është krejt padhimbje ky test, pasi që e kom provuar edhe vetë, kështu që ndoshta edhe për fëmijët s'kish me qenë problem që me nuk është as i dhimbshëm as asgjë. Po, nuk është ndoshta që shfaqen gjithmonë alergjit vetëm tek fëmijët, mundet alergjia më u shfaqet edhe në një moshë më vonë? Deri në moshë shtypme, për shembull, kam disa raste në thojza ekstreme ku prindja e bjen fëmin për alergji për polen, e mas 2-3 vjete i lajmërohet edhe atij për herë të parë. Se atopia ndonjëherë është asimptomatike. Domethënë, gjithmonë mund të jetë prezente, po pa simptome, se sensibilizimi i organizmit nuk ndodh për një herë. Domethënë,
sistemi jonë imunitar bjen kontakt me alergjenin dhe pastaj me kontaktin e sërishëm, 2-tin, 3-tin, 50-tin, 100-tin, fillon me reagu. Rast konkret kemi për shembull kur ndodh ndonjëherë që pacientët marrin një antibiotik, një penicilin 52 herë, 53-ën bin në shok anafilaktik. Pra është një periudhë kohore e sensibilizimit para paraqitjes së simptomeve. Pra ndodh që të dikush lajmërohet në moshë pak më të shtyme deri në 35 vjeçare, ndodh që mund të paraqitet për herë të parë. Pra ndodh që nëse edhe kemi provu diçka qoftë ushqimore, qoftë diçka tjetër, mos na reagu me herë të parë apo 2 të tretë, por mund Asnjëherë nuk ndodh me herë të parë. duhet disa derisa ta njeh sistemi. Nëse të reagon. Okej, të kthehemi edhe pak tek alergjitë e kafshëve tash, ndërkohë teksa ishim duke folur më kujtu që zakonisht qentë nuk duhet me hangër gjëra të ëmbla. A lidhet kjo ndishka me ndonjë reakcion që ndodh në trup apo? Po lidhet me helmimin, me toksicitetin, nuk lidhet me alergjin. Nuk janë qentë alergjik në çokoladë, po shkakton helmime, helmime traume. Qentë me që harrova me përmend edhe fjala nxjerr fjalën tash prej doktorit po më kujtohet. Më ndërmend që kafshët reagojnë ndaj sidomos ndaj penicilinës, në grupi beta-laktamëve që ndjen miksi. Qentë sidomos krijojnë alergji, edhe nuk na ndodh zakonisht herën e parë, meqense qentë nuk jetojnë atë gjatë, deri 35 vjet s'mund me prit, mirë po herën e dytë, herën e tretë reagojnë goxha keq ndaj medikamenteve. Edhe diçka me potencu, edhe ndaj anestetikëve kemi raste kur kafshët reagojnë shumë keq. Mirë po në mjekësinë veterinare dhe ato humane po ekziston një protokoll që pasi që e ekzaminojna kafshën, çdo herë pyesëm nëse kafsha ka alergji në X preparati kur e përdorim. A është domethënë alergji në për shembull në antibiotika, është në anestetika apo diçka ngjashme, kur për shembull na bojnë operime pothuajse çdo ditë, edhe çdo herë pyesëm a ka qenë anestezia ndonjëherë, a ka qenë narkoz qeni. Nëse ata thënë po, atëherë e marrëm pak ma mirëshen këtë punë dhe pa hezitim domethënë hym në operim. Përndryshe nëse ka pas kriza, po themi kështu kushtimisht, qenie ose maca, atëherë hezitojnë shumë për me punu atë rast. Paka shumë këto janë domethënë ajo që kam unë me diskutu për alergjitë tek kafshët. Çto janë. Zotri Bajrem, nëse ndalemi tek këto alergjitë ushqimore në përgjithësi, viteve të fundit, ndoshta kemi dëgjuar dhe shumë termin intolerancë. Cili është dallimi mes intolerancës ushqimore dhe alergjisë ushqimore? Po alergjia janë procese alergjike. Intoleranca organizmi reagon në atë mënyrë që domethënë krijon kushte që mos me pranu mirë atë ushqim, kështu që edhe pse këto testet e intolerancës janë me siguri shumë të vogël, kështu që mënyra më e mirë ushqimërisë është kur momenti që diagnostikohet prej kolegu si që është doktori për një ndjeshmëri ndaj një ushqimi ose një diçka të krijon kushte eliminuese, domethënë të eliminohet ai ushqim, edhe me ndërkohë që nëse është shumë ushqim i rëndësishëm të provohet në mënyrë gradale hera tjera. Është interesant se ne do të synojmë, domethënë të kemi pikat synuese. Do të synojmë ka ushqimet natyrale. Mirë po, edhe ato ushqime natyrale të cilat kanë ndjeshmëri alergjike të eliminojnë. Ndërsa thashë ushqimet e përpunuara domethënë kanë mundësi shumë të mëdha të reaksioneve. Pastaj është qëllimi i jonë që ne ta ngrisim imunitetin, ta zhvillojmë për shembull organizmin në atë mënyrë që mos të ketë mungesë të makronutrientëve si janë proteinat, karbohidratet, yndyrnat, po edhe minerale dhe vitamina. Të krijojnë një recetë ose një plan ushqimor i cili do t'i kombinojë të gjithë këto faktorë që i përmenda më herët, që do t'i përmend edhe tash. Për shembull, acidi rozmarik ndikon shumë mirë, i cili gjendet në rozmarin, gjendet në rigon, gjendet në mente. Pastaj marrja e probiotikëve e cilat do të na shumë mirë, do të na ushqejnë bakteret të cilat gjenden në traktin digestiv, e të cilat do të jenë përpunues edhe të ushqimit dhe përgatitje për shumë elemente ushqyes të organizmit, e kështu që të mbrihet një kombinim i ushqimeve natyrale e cilat do të na zhvillon organizmin e do të krijojnë kushte që një fëmijë të mos na kalojë në pjesën e astmës bronkiale, që është synim kryesor. Keni pas raste kur ndoshta gjatë dhënies ndonjë terapie
ka qëllu ndonjë pacient themi me ndonjë alergji në antibiotik apo ndonjë lloj specifik të antibiotikut? Zakonisht në punën time klinike nuk është se përdorim shumë antibiotik, ose në përgjithësi nuk është se përdorim shumë medikamente, dhe me thonë. Medikamente që i përdorim janë të caktuara, përdorim shumë pak medikamente, edhe ato zakonisht janë që janë të testuara që, dhe me thonë, në raste shumë të ralla shkaktojnë alergji. Deri tash, dhe me thonë, për vojnë time klinike nuk është që ka ardhur ndonjë rast që ka pas alergji prej medikamenteve, dhe me thonë, psikiatrike që i përdorim të fëmijët dhe adoleshentët. Nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Dok, po kur jemi te këto antibiotikët, sa ka ndodhur ndonjëherë që me pas dikush ndoshta alergji në të gjitha antibiotikët apo gjithmonë ka një rrugëzgjidhje për të? Ka diçka që të mendohet? Është pa mundur me pas reagim në të gjitha, po masi veç hynëm këtë temë, përcaktimi i alergjive të medikamentet është pak më kompleks. Përgjithsisht kemi 4 tipe të hipersensitivitetit në organizmin tonë dhe të smundjet ndryshme është i përfshirë një prej tipeve të reakcionet medikamentoze, jo veç të antibiotik, zakonisht mund të jenë në lojë që të 4 tipet. Kështu që përcaktimi i alergjive medikamentoze nuk është aq i thjeshtë siç ishte alergjia në polen apo në ushqim. Pra duhet me bo një rrugtim pak më ndryshe, duhet bërë një përcaktim i alergjisë medikamentoze në antibiotik, për shembull me gjak, pastaj në lëkurë, që të prik testi, pastaj duhet bërë intradermal testi dhe në fund, për me mshu vull kësaj pune, duhet të bëhet edhe testimi oral i po të njëjtit medikament, që me shiqu është pak me rrezik. Prandaj, në shumicën e rasteve, kur flitet për alergji medikamentoze, ndonjëherë është shumë më praktike dhe më e sigurt që pacientëve t'ju themi të evitojnë atë grup apo atë familje të antibiotikut. Për shembull, ata të cilët kanë probleme me penicilina, zakonisht mund të përdorin eritromicinën, azitromicinën, që janë familje shumë largë me penicilina. Të nderuar, po ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e emisionit fundjavë dhe për çdo detaj që ndajtët me ne dhe me shikuesit tanë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit.